Situata e përmbytjeve është rikthyer sërish në fshatin Progrër duke përsëritur skenat e muajit nëntor. Si pasojë e rreshjeve të shumta, zona është mbuluar nga ujë, duke izoluar thuajse të gjithë fshatin. Uji ka përmbytur sipërfaqe të konsiderueshme bujqësore dhe ka depërtuar edhe në disa banesa, duke shkaktuar dëme dhe vështirësi për banorët. Sipas kryetarit të Bashkisë Devoll, Eduard Duro, situata paraqitet kritike për shkak të intensitetit të rreshjeve dhe prurjeve të mëdha të ujit. Situata ditën e sotme paraqitet pak më vështirë dhe më rëndua se ditën e djeshme, pasi prezenca e ujit në fshatin Progrër është shumë e lartë. Kemi një mbushje të kapaciteteve të kanaleve kulluese të gjithë të dy fshatrave, Progrër dhe Maçurisht, por edhe në fshatin Cangon kemi një prezencë uji në tokat bujqësore. Besoj se me ndalimin e rreshjeve situata do normalizohet, por niveli i ujit në lumin Devoll ka kaluar nivelin e ujrave të kanaleve kulluese dhe për këtë qëllim kapacitetet e tyre janë në nivele maksimale. Gjendja bëhet edhe më e rëndë për banorët pasi përmbytjet i kanë izoluar dhe u kanë pamundësuar daljen nga banesat për t'u furnizuar me ushqimet bazë. Vështirësitë shtohen edhe më tepër nga temperaturat e ulta që në juglindje kanë zbritur deri në -6 gradë Celsius.